Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Breti Çuçi, zhvilloi një takim me pensionistët në Delvin. Bashkë me kandidatët për deputet Arditë Bido dhe Ina Majko, Çuçi kërkoi mbështetjen me votë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Në vijim të diskutimit, Çuçi vlerësoi dy kandidatët Arditë Bido dhe Ina Majko dhe kërkoi mbështetjen me votë për Partinë Socialiste, si dhe theksoi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Është një fat i madh që sot jemi këtu, unë delvinjot në koshiencë dhe dy delvinjot shumë të mirë, përfaqësues të denj të shoqërisë shqiptare, jo vetëm të Delvinës. Pse? Sepse me Arditin ju e njihni nga një pjesë këtu, mund ta njohim personalisht, pjesa më e madhe pa diskutim, sepse vjen nga familje këtu edhe i ka fëmijërinë e gjitha historitë e veta që ka këtu, por Arditi është një nga përfaqësuesit më të denj të çështjeve që lidhen me vërtetësinë historike të trevave tona, sidomos të jugut, por jo vetëm. Dhe është hulumtues i vërtet i këtyre çështjeve. Inën e njoh pak, por mjaftueshëm për t'u ndjerë krenar që është pjesë e ekipit ton në qarkun e Vlorës. Në qoftë se ne kemi pasur të gjithë barriera në jetë për të kapërcyer, Ina ka pasur mure dhe Ina ka ditur t'i thyej ato mure, t'i kapërcej ato mure, por ka ditur ta bërë me dinjitet, duke ruajtur dinjitetin edhe integritetin e vet. Dhe kjo është vlerë e padiskutueshme e Inës. Dhe kjo është vlerë e shoqërisë delvinjote që ka prodhuar një personazh si Ina. Na jepni 84 vota parlament, më jepni dhe Arditin në krah aty ke grupi parlamentar dhe do vim ke varianti 2014 të varianti i komisionit për Delvinën. Shumë faleminderit.